ndodhem sot këtu përpara jush për të paraqitur një paketë ndryshimesh në Kodin Penal, e cila nuk është thjesht një ndërhyrje teknike në kuadrin legjislativ shqiptar, por një hap i rëndësishëm për forcimin e shtetit të së drejtës, sigurisë publike dhe përmbushjen e detyrimeve të Shqipërisë në rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Ky projekt ligj është produkt i një pune të thelluar analitike, i bazuar në praktikat më të mira evropiane dhe në problematikat reale të evidentuara në terren nga organet ligjzbatuese, por dhe nga vetë shoqëria. Së pari, dua të theksoj se këto ndryshime lidhen drejt me kapitullin 24 të negociatave, drejtësia, liria dhe siguria, si dhe me përmbushjen e piketave të ndërmjetëve të vendosura nga Bashkimi Evropian. Objektivi ynë është i qartë, harmonizimi plot i kuadrit ligjor penal, konkretisht kodit penal me aki komuniter, duke mbyllur boshllëqet ekzistuese dhe duke rritur efektivitetin e ndjekjes penale për krime të rënda dhe komplekse. Projekt ligji që ne paraqesim parafron plotësisht legjislacionin penal shqiptar me 7 instrumente kyçe të Bashkimit Evropian, që lidhen konkretisht me luftën kundër pastrimit të parave, trafikimit të drogës, trafikimit të qenieve njerëzore, abuzimit dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve, terrorizmit, si dhe mbrojtjen e interesave financiare dhe sigurisë së Bashkimit Evropian. Sigurisht, gjithmonë më shumë teksa ne afrohemi Bashkimit Evropian, lind detyrim për ne, si vend kandidat, për të garantuar jo vetëm mbrojtjen e interesave financiare dhe të tjera të shtetit shqiptar dhe shoqërisë shqiptare, por patjetër çdo ditë më shumë që ne afrohemi drejt familjes evropiane, do mos lind detyrimi që ne të garantojmë të njëjtën mbrojtje, nivel mbrojtje dhe për interesat e familjes ku ne do të aderojmë. Thënë këtë, në thelb kjo paketë forcon ndjeshëm reagimin penal të shtetit ndaj krimit të organizuar dhe kriminalitetit ndërkufitar, duke zgjeruar jurisdiksionin penal të Republikës së Shqipërisë edhe për vepra të kryera jashtë territorit të vendit, duke hequr në raste të caktuara kushtin e dënueshmërisë së dyfisht dhe duke lehtësuar provën për origjinën kriminale të pasurisë. Një vëmendje e veçantë është kushtuar gjithashtu mbrojtjes së fëmijëve dhe grupeve më të cënueshme. Ndryshimet shpërthejnë dhe modernizojnë veprat penale me natyrë seksuale, rrisin ndjeshëm dënimet, zgjasin afatet e parashkrimit dhe parashikojnë ndalimin e ushtrimit të profesioneve që përfshin kontakt me fëmijë. Sigurisht, vëmendja e shtetit shqiptar është pikërisht tek të miturit, tek fëmijët, ata që kanë më shumë nevojë për mbrojtje, prandaj garantimi i këtyre kategori viktimash duhet pra jo vetëm të ndiqet penalisht, por e trajtohet në përputhje me standardet më të forta që garantojnë në nivel të Bashkimit Evropian. Në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, projekt ligji gjithashtu përjashton çdo efekt justifikues të pëlqimit të viktimës. Zgjeron gjithashtu përkufizimin e shfrytëzimit dhe kriminalizon përdorimin e shërbimeve të ofruara nga viktimat e trafikimit. Kjo është një qasje e qartë që do thotë zero tolerancë ndaj shfrytëzimit të njeriut nga njeriu.